Shikues të radio televizionit të UTA, u rikëthujem në studio që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ashtu ku edhe paralajmëruam në fillim të këtij emisioni, ne do të vijojmë me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Tema e ditës së sotme do të jetë ku do të flasim për haxhilerët, për rrugtimin e tyre këtë vit që ata bën në atë rrugë të madhërishme, si e përjetuan ata atë rrugë atje dhe cilat ishin ndjenjat e para që ata patën në atë udhtim. Përshëndetje dhe mirë se erdhët me neve. Sot është në studio Mirsad Muçaj dhe Kadri Suka. Faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit për ftesë. Mirë se erdhët dhe shpresojmë që haxhi të ju jetë pranuar dhe na tregoni pak, duke qenë Mirsad për juve nuk është edhe hera e parë që shkoni atje. Si e përjetuat ju kësaj radhe këtë rrugtim, duke qenë që edhe ishit edhe si udhëheqësi i grupit? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të gjithëmshirshëm, të mëshirëbërësit, paqja dhe mëshira e Zotit që mbi të dashurin e zemrave tona, Muhammed alayhis salam. Nuk ka dyshim se Qabi është një vend i bekuar dhe udhëtimi për në atë vend është një udhëtim jo sikurse udhëtimet e tjera. Era udhëtim që besimtarët e një kënaqësi shpirtërore që ndoshta fjalët tona janë të pakta, nuk mund ta përshkruajmë me fjalë. Gjithashtu këtë vit ka qenë ajo që ka qenë edhe veçantë se udhëtimi është bërë nga vendi jonë, nga Malizi, pra nga nisja direkt prej aeroportit të Podgoricës, direkt për në Arabinë Saudite, për në Jeddah. Dhe shqyqër Zotit e kemi kaluar fort mirë, pra ajo çfarë besimtarët pra përjetojnë në ata vende nuk mundet me u përshkruaj me fjalë, sepse Zoti e ka bërë të atill që Qabja është shtëpia parë që është ndërtu në tokën e Allahut të lartë madhëruar. Allahu thot në Kur'an se vërtet shtëpia parë që është ndërtu në tokë është pra ajo që është në Mekë, dhe gjithashtu mendimi tjetër është se Qabja, domethënë vendi i Qabës, është vend që është kriju 2000 vite para se me kriju Zoti token edhe qielli. Në vend shumë i madh dhe besimtarët gjithashtu kur e marrin atë udhëtim e kujtojnë diçka që me të vërtet është një privilegj, një zgjidhje e veçantë për çdo njeri që shkon në atë vend të veçantë, sepse Zoti është ai që zgjedhën çka të don, dhe Allahu nga vendet që i ka zgjedhur për vendeve më të mira në tokën e Zotit është Qabja e bekuar. E njeriu kujton se aty edhe Allahu njeriu në parë kur e ka kriju dhe kur e ka zbrit prej xhenetit në tokë, domethënë ka zbrit në Qabë. Kujton njeriu gjithashtu se aty edhe ka filluar nga ai vend, ka filluar edhe përhapja fjalës së Zotit. Pra përshkrimet janë të pakta, të mirat janë të pafundme. Unë ndoshta na nuk jemi në gjendje mi përshkruaj sa të mira gjenden në atë vend. Nuk ka dyshim se ai vend pra është llogarit gjithmonë, është llogarit për vendeve të shenjta. Domethënë gjithmonë tan kohën ajo është llogarit për vendeve më të veçuara. Që ndoshta edhe do të tregojmë pak më vonë gjatë misionit. Rrugtimin. Me neve në studio unë edhe shpjegova në hyrje, kemi nderin dhe kënaqësinë që tashmë ta quaj kështu edhe haxhi Kadri Suka, një mërgjimtar nga Ulqini, i cili ka marrë iniciativën dhe me plot dëshirë ka bërë këtë rrugë të madhërishme. Na tregoni pak si ishte ndjesia e parë kur arritët në Mekë dhe shikuat Qaben për herë të parë? Nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Por ndjenjat kanë qenë me të vërtetë diçka të mahnitshme, edhe s'mujshë me besu. Çka kanë pas sytë e mi atje, por me fjalë shkurt jam kënaq që kur një teme nuk jam kënaq ashtu si jam kënaq atë ditë. Doni të shkoni përsëri? Inshallah më jep Zoti mundësinë me ardh për gjithë vjetë me shku atje. Mund ta them këtë, mu më ka dhënë për shembull
ja me tregu diçka për hiro ose diçka, por qysh që kam kanë 27 vjeçar o 8 diçka, me siguri e kam pas mundësinë që me shku, se unë kam marrë shumë shpesh të jonë për mi 20 diçka herë që kam marrë për Australisë këto, gati çdo vit. Dhe da me thonë e kam pas mundësinë se kam naj gati 3 muaj çdo herë që kam marrë këtu. Edhe kam mujt me bo edhe këtë, da me thonë edhe haxhin, edhe umren, edhe marrë me më knaq të nuqinin tonë dashun. Shtu që inshallah më mundësan Allahu. Amin. Imam Mirsadi ka kenë çelësi i parë që më ka shtinë nërmendur shkoshe ka njëherë që fali namazet në për disa xhamit të Tulqinit, e një ndër ta ka kenë Imam Mirsadi që erdh një natë hamë një akullore ose diçka aty me një amërtore, edhe thet e ki kry haxhin, i thamon jo, thet gjëja parë thet që kishte me kenë mirë. Thet me shku në haxh. Dhe me thonë Imam Mirsadi ka kenë një ndër ata që adin shumica prej neve e mendojmë se haxhi duhet mu kry në vjet kur njeriu ban 60, 70, 80 ose diçka, por unë e rekomendoj që jam e mendu një gjatë tillë, se për shembull janë përmi 50 shokët e mi, 10 vjet më të ri ose më të moçëm, më të moshuar që edhe nuk janë të me neve më, kështu që sa më parë me kry, edhe me ish një ndër 5 shtyllat e Islamit, dhe me thonë që ku jam mundësan Zoti. E besaj që ishte edhe thirrje nga Allahu se si taç, kur ma ka dhënë Allahu mundësinë qysh në atë kohë me kry, por nuk e kam pas çadion. Unë falum ka herë e gjona rregullisht e gjona, por si taç shpesh herë si taç mendojmë i duhet me bëllë këtë edhe atë, e i lëm paksa pas dore disa gjona që janë shumë ma me rëndësi se kja. Edhe me fjalë shkurt, jam kënaq, unë kam kenë shumë vendet botës tjera, por këtë kënaqësi që e kam pas, që kam kenë, që e kam kënaq vetin tesh, nuk mund me përshkru. Inshallah keni një haxh të pranuar. Amin. Faleminderit shumë. E inshallah ja ban Zoti rrezë gjithkuj. Amin. Me shku. Mirsat, ne ishim edhe në përcjellje të duas së haxhinjve, të nisjes së haxhilerëve për në këtë udhëtim, por më trego si udhëheqës i grupit. Sa është e vështirë të udhëheqësh një grup të tillë pa marrë parasysh sepse janë edhe mosha të ndryshme dhe cilat janë ato pika apo caka që duhet me ditë si të reagosh dhe si t'i udhëheqësh në një rrugtim aq të gjatë, por edhe jo pak që keni qëndruar atje. Vërtet nuk ka lehtë me kenë si përgjegjës i grupës, por jemi mundu sepse edhe grupën si grup nuk e kemi pas ndoshta, sa kemi pas kësaj radhe, kemi pas të moshës më të vjetër. Por shqyqër Zotë kemi pas të ri cilët nga kanë nejtë afer, nga kanë ndihmu, se kemi pas më shumë haxhia ma vjetër të periullqinit, ka pas 86 vite. E kemi pas edhe tjerë cilët kanë pas nevoj për më vozitin atyre karocave që nuk kanë pas mundësin me kry vetë, por se lecon Zotë dhe bën Zotë i sebeb që dikush me të dhanë krahun dhe me të ndihmu. Edhe e tha që ma herës ishtë përgjithësi i madhe se kur njëru shkon në vendin më të mirë në tokën e Zotit, mundohet që këtë përgjithësi me kry sa ma mirë, se nuk është lehtë maazallah që dikujt mi bë pa drejt ose mas me kry qefin dëshiren, e në atë vend me bë lutje kunërtejet, runë Zot. Për atë ne jemi mundu mi u qëndru afer haxhilerëve dhe gjithë atyre që kanë pas nevojë. Ne kemi pas 197 haxhi, vërtet patëm 200 vetë, por 3 vetë u tërhoqen në ditë e fundit, para nisjes për shkak të shëndetit. Për ullqimit i kemi pas 28 vetë, që ata i kam drejtu unë, por shqyqër Zotit mirë i kemi kalu shumë, dhe si janë ballafaquar edhe me klimën atje, sepse është ndryshimi i klimës. Vërtet ndryshimi i klimës edhe mirë, po këtë vit mund themi që ka qenë pe i viteve shumë ma rregull dhe shumë ma mirë në krahasim me vitet e ma hershëm. Edhe Arabia Saudite ka pru një rregull shumë mirë, lehtësime për haxhilerët,
dhe duke ofru kushte shumë më komode në krahasim me më herët. Domethënë edhe hotelet kanë qenë më të mira në krahasim me vitet e mëhershme, edhe qëndrimi që qëndrohet nëpër ata pjesët e Arafatit, e Mina, domethënë kanë qenë shumë më të mira. Organizimi me autobusa prej, domethënë në Saudi, prej aeroportit, në hotele, domethënë ka qenë një rregull jashtëzakonisht i mirë, sepse këtë vit gjithashtu ka pasur një rregull që jo sikur më herët ka pas shumë edhe që kanë shkuar, kanë kryer haxhin ndoshta pa lek. Këtë vit nuk ka mujt dikush me kryer haxhin pa marrë. Por e kanë bërë të gjithë një koksisht. Domethënë kanë qenë shumë të rregullt edhe në dokumentacion edhe në çdo gjë. Është që Zoti çdo gjë i shkry bukur, i shkry mirë edhe është procesi. Ajo me rëndësi. Edhe haxhit janë të kënaqur. Kadri, na trego cili ishte momenti më prekës ose më i paharruar gjatë gjithë këtij udhëtimi të shenjtë? Ke ndonjë me siguri janë shumë, por ndonjë më që të ka met në mendje, që je emocionuar më tepër? Qabja, kur e kam pa për herën e parë. Cila ishte ajo ndjesi? Ndjesia edhe se kur njeriu diçka sheh për herë të parë, ishte ndryshe kur shohim këta që kemi parë nëpër media ose diçka, e ndryshe kur e sheh live, që kemi qenë shumë afër aty. Unë edhe kam shfrytzuar maksimum gati tona net, kam ikë edhe namaz natet e gjana me ne atje dhe kam kalu shumë kohë atje, kam shfrytzuar maksimum, se thash hajt ta shfrytëzoj kurse veç kam shku aty. Ditën e parë nuk kam shku se nuk kam ditë, u deshte thash të ri me shok të që kam qasitur, por me një heran se na të rit paksa ma shpejt e kapi me gjona dhe nuk kemi pas nevoj me i vu barë edhe Imam Mirsadit, se ka pas shumë më shumë kjo mu marrë me ta, edhe kështu që kemi qenë janë një grup një paksa që kemi qenë ma të ri, edhe kemi shku edhe kemi bo mos nëna atë që kena dasht. Edhe dyta ishte aty ku ishte i vorosur pejgamberi alayhis salam selamin ku i jep selam, ishte vorri i Ebu Bekri gjithashtu, dhe i Omerit, apo? Po, Omerit edhe. Dhe kalon aty pona, nuk lajnë mu afrit aq afer, dhe me thonë, por shifet vendi ashtu, edhe xhamia, si që ishte xhamia pejgamberit alayhis salam, ashtu ishte diçka që kanë pas sytë e mi aty. Nuk përshkrueshme. Nuk di me spjegu me fjalë, atë bukuri, atë komoditet, ata çadrat që i shifshim në të hapur ashtu që i shofim në për media, në për gjona, aja ishte si me pa një stub ose një diçka ashtu kur ishte pa ngrehum, se shpesher rrishe edhe me deri masi që lindte dielli, për me falë edhe namazin e duhas mos nëna mrapa, edhe në atë vakt ata i ngreshin ata. Edhe ishte diçka, ta kishin diçku një 5 cm, 10 cm, bela pa has një tjetrin. Por unë asi inxhinjering nuk kam po kërku një teme diçka të tillë. Aq bukur, aq edhe mund që mu falë për jashta me nuk di sa ishte vendi i madh, unë me besaj që i dzen edhe ma tepër se 1 milion aja persona. Aq e madhe. Po, si duhet të jemi kur kthehemi nga i vendi madhërisëm? Tashmë i kemi kryer të gjitha ato rita dhe si duhet të jemi kur kthehemi në vendin e vet? Vërtet është se duhet me kënë shumë të kujdesshëm. Për këtë edhe gjenerata, mësimin e kemi për gjeneratave të para, cilët gjithmonë më shumë e kanë anku rujtjen e veprave të mira, se sa punimin e veprave të mira. Për atë edhe na duhet jemi më shumë të kujdesshëm që punët e mira, veprat e mira, që i kemi fitu në ata vendet bekuara, duhet me rujt. Vërtet atje shpërblimi është i madh. Shpërblimi është i madh, sepse vetëm 2 rekate namaz me fal aty, vetëm 1 namaz me fal në atë vend bekum, ka vlerën sa 100.000 namaze në xhamia tjera, që njeriu ndoshta tanë ymrin, tanë kohën, nuk mundet me e fitu atë shpërblim që mundet që e fiton në atë vend. Domethënë vetëm 2 rekate namaz. Prandaj janë edhe vende cilë Zoti e ka bot dashur njëherë për zemrët e besimtarve, dhe është vend pra i shenjtë, vend i bekum.
Dhe prej nesh kërkohet që me rujt gjuhën tonë, me pas kujdes në atë se çka flasim. Edhe traditësh tek njerëzit se vërtet kur nëse ai I cili ka qenë në atë vend bëkum, kur kthehet në vendin e vet, nëse vepron ndonjë vepër të pahijshme, më njëherë drejtohen me fjalë, po ka dalë ti ke kanë edhe në këtë vend, ti ke kanë edhe në Çavu, si kanë edhe haxhi. Shumë e vërtetë. Pra atë duhen me rujt sepse shpërblimi I haxhit dihet që është I madh, si ka thënë pensam, haxhi I pranum nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetit. Do të thënë shpërblimi është xheneti. Ky është çmimi që paguhet. Mirë po, një gjë do me di se na mos menojmë se tash edhe mas haxhit s'kena me bë gjëna gabime. Na se të kemi frym, se të kemi ymer, tan kohën kena me bë gjëna. Gjëna sepse pejgamberi ka thënë të gjithë bijtë e Ademit, nga I pari deri I fundit, tan janë gabimtar, tan janë gjunaqar. Dunjaja rën pak dikën më shumë. Mirë po, mesazhi është mësimi është se çdo gjunaqar ai kthehet Zotit, çdo gabimtar ai kthehet Zotit. Ose ati që ka bëjë gjuna, ai bjen mend atij që mi kërku falje Zotit, mi ngrit durë dhe mi lut Zotit për falje. E nëse njeriu është nga ata që I drejtohet Zotit dhe I lutet Zotit, o Zot më fal, e di se kam bë këto gabime, atëherë janë shenja të mira se Zoti don ty, sepse ai që të ka inspiru, kush është? Allahu të ka inspiru që ti më kërku falje. Pra ne, edhe mas haxhit kena me bë gabime, kena me rënë gjuna, por me pas kujdes që kur bim në gabim më një herë, atë me kërku falje tek Zoti me bë istighfar. Se të na thonë një gabim nuk dia është si tradit, që nuk di unë pashkojnë haxh, por nuk dia mundem me majt ma vonë. Dhe me thënë haxhin është mira, si ka është me barshë dhe për detyrë, me njëherë si ti ketë formojnë kushtet, me njëherë me marrë atë rrugë dhe tha para forsi shumë me vend, dhe me thënë sa ma I rritë dhe sa ma heret aq edhe ma mirë. Pra është obligim I me njëhershëm për ata që kajnë mundësin materiale dhe kajnë mundësin shëndetësore. Pra I plotson këto dy kushte, materiale dhe shëndetësore, je I detyruar sikurse që je I detyruar edhe për rregullat tjera, kushtet tjera të kësaj feje. Derisa jemi këto, sa ishte edhe e rëndësishme përgatitja shpirtërore për ta marrë këtë rrugë të madhërishme? Si duhet të përgatitet një besimtar për ta marrë vendimin për të shkuar në haxh? Njeriu nuk ka diçka të veçantë, por normal se nëse njeriu I ka bërë dakujt padrejtësi, nëse I ka ndonjë bosh, ndonjë gjë, domethënë, tu duhet më siguru paraprakisht, domethënë, nëse nuk flet me dikën, me kushin, me të afërmit, domethënë tu duhet të pas kujdes se mbajtja huq me vllaun, me njerëzit me kushin, me farafisin, atëherë adin e prun pikpyetje dhe pranimin e ibadetit e jat, domethënë paraprakisht duhet me kërku halallak, paraprakisht duhet mi la borxhet, nëse kemi dikuj borxh, edhe nuk thot Zoti ti nëse je me borxhet ti me marr atë rrugë ose me marr borxh për me shku në atë rrugë. Haxhi është obligim vetëm për ata që kanë mundësi. Pra, duke mos I lënë keq edhe familjen e vet, pra nuk e lën keq familjen, e ke aq mundësi si për me shku në atë vend, pra obligje I detyruar me njëherë që ta merresh dhe të vendosësh për me shku në atë vend të shenjtë. Dhe nuk ka dyshim Zoti ka bërë sebeb atë vend, se kush ka në atë vend ose pasurinë që harxhon për atë vend, Zoti I madh ka më ta kthy pasurinë. Këtë e kanë dëshmu shumë pej haxhilerëve, që vetëm ka thënë, vetëm janë ndërtu, valla më ka dalë vërtet se kur jam kthy në vendlindje, bereqeti më shtu më shumë, të mirat më janë shtu më shumë, sepse Zoti e ka bërë vend, se fjala Zotit akuzon me dyshu, fjalën Zotit zguxon me dyshu. Zoti ka bërë atë vend mubaraken wa hudan lil alamin, pra ka bërë vend të bereqetshëm dhe udhëzim për mbar besimtarët. Pra çdo njeri I cili shkon në atë vend, me të vërtetë përjeton atë që nuk mundet me përshkru me fjalë. Dhe siç që thash më herët, nëse lejohet në pak minuta, me përshkru shembull, ai vend është llogarit gjithmonë I shenjtë edhe në periudhën, edhe në kohën para se marr Muhamedi alayhis salam. Një kohë kur deshte në shembull mbereti I Yemenit, deshte me rënu Qabën. Mirë po kur vjen në Mekë, kur afrohet aty dhe marrin atë rrugë, edhe thret të parin kujdestarin.
I thot një gjë, na kena marrë këtë rrugë, në dëna me prish të Qaben, por ju largonu pe Qabe, mos rini këto. Mos rini këto, që mos dëmtoni ju. Çka kërkon thot pe me jetë? Thot e di çka kërkoj prej teje, thot. Se i fuqishëm atë mbretja së kohë. Prej teje kërkoj vetëm një këta që mi ki marrë këtë mallin tëm, këtë ta bakti të këto me ne kthy. Po mirë, nuk është problem. A nuk po mërzite që po ju rënom këtë Qabe që ju jeni këtë ishte shejt për juve këtë. Po thot Qabja, unë jam Zoti thot i baktive. Qabja ka Zotin e vet. Qabja ka Zotin e vet. Dhe atëherë domethënë, masi që largohen ta, dim si është historia e njohshme se si Zoti të gjithë ata i ka dënuar, cilët apo janë mbyt të gjithë ata cilët kanë ardhur me qëllimin për me rënu Qaben. Domethënë ishte vend i shenjtë që ishte llogarit i shenjtë gjithmonë ai vend. Dhe krejt pejgamberët që ndoshta kanë pas probleme, kanë pas telashe me popullin e vet, kanë ardhur në Qabe aty kanë një siguri. Sepse kur kanë hyrë mbrana aty, Allah thot e ka bë vend të sigurt. Pra, aty është vend i sigurt. Edhe një krijesë që ishte njohur për musliman, për besimtarët, është Dejjali, i cili ka mu paraqit para fundit të dunjas, në çdo vend ka pas mundësi me ndëpërtu, përveç në dy vende, në Qabe dhe në Medinë, nuk ka me pas mundësi me hi. Sepse ka garantu Zoti për atë vend. Pra deri në fundin e dunjas, ai është vendi rujtun dhe vend që nuk ka me pas ndash Zoti, s'ka me pas domethënë trazir. Na tregoni për juve si ishte përgatitja shpirtërore para se të merrni këtë rrugtim të shenjtë? Edhe për mu e njëjta gjë, domethënë njeriu duhet mu përgatit herën me qyr, ai ku i borxha ose diçka, që mos më shku me kry atë. Edhe ish mirë, na ndigjom shpesh herë për imamëve në për hutbet e tyre që bajnë thirrje, edhe thojnë që me mujt me i vizitu s'paktit tafërtit tuj, edhe mi ju kërku halalin, pare se shkon, e cekje edhe imami atë. Edhe gati të nullqin nuk ish fartëzor me ndjek edhe mu pregadit për atë rrugë, se shumica gjana është vetëm qose nuk danë, se mundish me i bo gjanat ashtu si që danë. Pak na që jena në pretendime kemi pak ma me zorë, por edhe atje nëse donë me praktiku fenë nuk ndalon kërkush. Dhe më thonë, unë qëlloj s'pa flasë ma vonë, veç për shembull për Ramazanin e fundit, kërejt për çdo natë jam qu me falë namaznatet, për çdo natë, për një fillim e deri në marim, edhe në xhami kam shku, as më thet kush ka shkan, as ka vjen. Biles, me hyp në shopping center, me një atë galebin që kemi vesh, se unë i kam majt atje. Me këta teshe nuk funksionon me ecë atje në Qabe, se ishte temperatura shumë e lartë. Po unë kam mujt me ndaj tër ditën, me atë bardhen që i kam pas vesh për çdo ditë atje, edhe nuk reflekton diellin te. Dhe me thonë që ishte shumë let, edhe kam vesh atë si beshbes që veshin, shumica për i tyne e djetarëve që e veshin që ose keni po atë bardhen, unë e kam vesh, ditën e parë nuk e kam ditë, e kam pas shumë zorë, që e kam vesh atë, edhe si taç more mundish me bo një gjatë tillë, e dyta ne bom gjinafe, si që tha, pa shko mrapa prep në temën ku keme, si që tha Imam Mirsadi, por prepish rasti që mu shlyja të gjinaje, si që ka thonë pejgamberi e selam, kur merr njeriu avdes, ashtu si që lanë dytësiren për i vedit për shembull uji avdesit, i fshin edhe gjinajet, apo Imam? Dhe me thonë që nuk ishte se s'kena me gabu, e gjana, por si taç me qenë të pregaditun, jam e i bo me qëllim, edhe qa dion tjera gjana nuk janë fartëzoshme, ishtë unë e besaj që i ka me mujt me i përbalu. Inshallah na udhëzon Zoti të gjithëve. Amin, inshallah. E dim që të gjitha ritualet në atë vend të bekuar duhet kryhen, por njëri ndër më të rëndësishmet është edhe dita e Arafatit. Si u ndjet në atë ditë dhe si vepruat? Dita e Arafatit me të vërtetë që është dita më e mirë vitit. Ditë për cilën edhe Zoti është betuar në Kur'an, se nuk ka ditë më të mirë që lind në diellin se sa dita e Arafatit. Bukur e kemi kaluar shumë mirë, në thaç edhe në fillim më herët se
kanë rregullu shumë në krahasim me vitet e mëhershme, edhe ajo pjesën e Arafat ka qenë shumë e rregulluar dhe jam mundu me e shfrytëzu, domethënë atë ditë sa më shumë ashtu si duhet çdo besimtar me shfrytëzu me lutje e me dua, por jo vetëm për vete, por mu lut edhe për të tjerët, edhe për të tjerët. Inshallah Zoti na i ka pranuar edhe na mundson që me shku sa më shumë në ta vendet bekume. E dim që për Hoxh Mirsadin nuk është e para herë të gjitha këto rituale që i bën dhe i ndjek, por na tregoni për juve si ishte dita e Arafatit. E njëjtë edhe për mua, megjithëse ka qenë hera parë, nuk ishte diçka e veçantë aty, përveç se ish mendajna për ata shatorët, na për ata tenta, si t'i qush ato, si me siguri shumica prej nesh që i kanë parë me parë, po ata janë diçka special edhe më të mëdhej. Unë s'kam pa diçka aq të madhe se ishte me përshkru shtu, po në besaj që ishte belafsa prej Nulqin e dere Belan Kryth, aq madhe ishte me shatorat, të gjitha i kanë kushtet më rend, me klima, me gjana. Da me thonë, si mjet edhe në mina ati ku kemi qenë shatorat gjithashtu, i kanë pru dushekat, kanë qenë me siguri gati 20 cm trash, shtu që as ata jogni në shtëpi nuk i kemi ma ashtu, dhe me thonë, e vetmja gjë ishte që rrinë mren aty, nuk ish me naj shumë, dhe me thonë, kemi naj një natë edhe një pjesë dites aty, dhe ban lutje non-stop aty, si që thaç, atë ditë ka qenë duke temperatura diku 48,5 për jashta, në shator bela ka qenë aty në ata tentat më rend diku një 30, 28, ashtu diçka si do qoftë në zemje në shatori paksa adin në kohat puna që është pri plastike, pri lkure apo se pri qka ishtë i bom. Edhe nuk di që me thonë diçka tjetër veçan që ishte zorshëm, nuk është diçka si shumë kohë gjatë me nej. Do të thotë të gjitha gjërat e bukra kanë mbetur në kujtes, nuk ka asgjë të vështirë. Po, ashtu. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit të mëngjesit dhe që shpalosët këtë rrugtim të bekuar që ishit ju atjeve. Faleminderit edhe njëherë dhe Zoti ju pranoft. Amin, faleminderit gjithashtu. Amin, knaqësi. Edhe për ftesën. Faleminderit. Shikues të radio televizionit Teuta, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe këtu ju themi mirupafshim.